Eno, e shijove ndeshjen e pe me detaje, mendove që ndoshta ata i rasti Hoxhës edhe pse jo mund mos ta falte dhe të shënoni? Në fakt, ai ishte një nga ato mundësi që duhet ishte kurorzuar me gol dhe ndoshta ndryshimi që Shqipëria ka me skuadrat e mëdha të kontinentit është pikërisht efikasiteti në rastet e krijuara. Pra një mundësi të tillë asnjë nga skuadrat e mëdha të kontinentit nuk do ta kishte falur dhe ja ku erdhi rasti i Kane, u krijua mundësia, por në mundësinë e parë të paraqitur e dërgoi topin në rrjet, ndërsa ne vuajmë te kjo pjesë. Pra një gjë që duket e thjeshtë për një futbollist të madh, ne kemi të komplikuar ta shënojmë. Dhe nëse arrim që të fillojmë dhe të jemi efikas në mundësitë e krijuara, sepse për të thënë vërtetën Anglia nuk është se të krijon shumë mundësi. Erdhën 8 ndeshje, 8 fitore, 0 gola të pësuar. Pra tregon që është një skuadër që jo vetëm është e fortë, ato objektiv që kishin për të mos pësuar gol. Jo vetëm është e fortë në mbrojtje, por nuk të lejon, sepse duke mos lejuar mundësi arrin pastaj ta mbash rrjetën të paprekur. Kështu që ato raste që ti krijon duhet i finalizosh. Kur të jemi efikas te kjo pjesë do të jemi edhe më të rrezikshëm. Por ndryshe nga Andora, aty ku ngërçi psikologjik i një ndeshje që duhet fituar përballë një kundërshtari të rreshtuar i gjithë në mbrojtje, për ne bëhet e vështirë sepse ndeshjet e tilla zgjidhen zakonisht nga individualitetet me kvalitet të lartë, që marrin skuadrën përpara dhe bëjnë diferencën. Ndërsa ne e kemi këtë problem. Sigurisht që me ekipet e mëdha është më e lehtë, sepse ekipet e mëdha të lënë hapësira, të lënë mundësi dhe ti pastaj shprehesh më mirë pavarësisht se rezultati në pjesën më të madhe të rasteve është gjithmonë në favor të tyre.